Elon Musk sulmon sërish Europën, BE nuk është demokraci, shumë politikanë tradhtojnë vendin e tyre. Manjati i teknologjisë Elon Musk sulmoi sërish Bashkimin Evropian ditën e sotme përmes postimeve në X, duke i cilësuar vendet europiane si jo demokratike. Bashkimi Evropian nuk është demokraci, pushteti i popullit, por më shumë burokraci, pushteti një burokrati të papërdorur, shkruan me ironi Trump i X, Tesla dhe SpaceX. Ai ripostoi gjithashtu një mesazh të një përdoruesi tjetër, sipas të cilit Bashkimi Evropian po bëhet një kërcënim ekzistencial për lirinë dhe sovranitetin evropian. Shumë politikanë në Europë janë tradhtar të popullit të tyre, shtoi Musk. Ky reagim vjen pasi Komisioni Evropian humbi qasjen për panelin e reklamave në X pas vendosjes së një gjobe prej 120 milion eurosh ndaj platformës për shkelje të rregullave të transparencës së BE-s. Llogaria juaj e reklamave është çaktivizuar, shkroi në platformë drejtori produkteve të X Nikita Bjer, erët të dielën. Bjer akuzoi Komisionin Evropian se kishte tentuar të promovonte postimin e tij mbi gjobën ndaj X duke përfituar nga një dobësi e sigurisë së platformës për të publikuar një link që mashtron përdoruesit, duke menduar se ishte video dhe për të rritur në mënyrë artificiale shtrirjen e tij. Komisioni kishte vendosur gjobën prej 120 milion eurosh ndaj X të njëjtën për shkelje të rregullave të BE-s sipas ligjit për shërbime digjitale që synon kufizimin e përhapjes së përmbajtjeve të palishme. Shkeljet përfshinin mungesën e transparencës mbi bibliotekën e reklamave të X dhe vendimin e kompanisë për të ndryshuar blerjet blu të verifikimit nga një mjet kontrolli në një funksion tërheqës me pagesë.